Shpërblimi i madh. 4 shenja lëshojnë lojën e frikës dhe fitojnë 10 herë më shumë në këtë javë. Kujdes! Për të gjithë ju që keni luajtur lojën e frikës, duke hezituar, duke u frikësuar nga humbja, apo duke qëndruar në zonën e rehatisë, ka ardhur fundi. Sot, universi po hap shpërblimin e madh për 4 shenja që do të guxojnë ta lëshojnë këtë lojë të vjetër. Ky shpërblim nuk është i thjeshtë, ai do t'ju sjellë 10 herë më shumë para, mundësi dhe dashuri se sa keni ëndërruar. Ky është momenti për t'i thënë jo asaj që ju bllokon dhe për të thënë po bllokut masiv. A jeni gati të zbuloni si do të fitoni shpërblimin e madh dhe cilat janë 4 shenjat që duhet të lëshojnë lojën e frikës në këtë javë? Le të fillojmë menjëherë me shenjën e parë. Peshorja. Loja juaj e frikës ka qenë gjithmonë frika nga zgjedhja e gabuar. Ju e keni paralizuar veten nga dëshira për të balancuar çdo opsion, duke humbur mundësi të mëdha. Për të fituar 10 herë më shumë në këtë javë, duhet të bëni një gjë. Merrni një vendim të shpejtë dhe të pakthyeshëm që lidhet me një partneritet, qoftë biznesi apo romantik. Nuk ka rëndësi nëse është 100 i përsosur, thjesht duhet të jetë i drejtë. Universi do t'ju testoj duke ju paraqitur 2 oferta gati identike. Lëshimi i lojës së frikës do të ndodhë kur ju zgjidhni bazuar në ndjenjen tuaj të brendshme, pa e analizuar atë me ditë të tëra. Ky veprim do të krijojë një vakum energjie, i cili do të tërheqë një pasuri të papritur. Shpërblimi i madh është një partneritet i stabilizuar që sjell paqe financiare dhe emocionale. Mos hezitoni, fati shpërblen guximin dhe shpejtësinë, jo balancën e tepërt. Dashi, loja juaj e frikës ka qenë frika nga përgjegjësia e vërtetë dhe udhëheqjes. Shpirti juaj e di që ju mund të jeni 10 herë më i suksesshëm se çdo person rreth jush, por ju keni frenuar veten nga frika se mos dështoni publikisht ose humbisni pavarësinë tuaj personale. Për të fituar 10 herë më shumë në këtë javë, ju duhet të ndërmerrni një hap masiv, kërkoni me zë të lartë pozicionin e udhëheqjes ose shpallni një iniciativë të re dhe ambicioze në punë. Universi do t'ju testoj duke ju ofruar një rrugë më të lehtë dhe më të paguar, por më pak të fuqishme. Lëshimi i lojës së frikës do të vijë kur ju refuzoni rehatin dhe zgjidhni rrugën e vështirë që kërkon vizionin tuaj të vërtetë. Shpërblimi i madh është një njohje statusi, pasuar nga një rritje financiare që i kalon të gjitha pritshmëritë. Frika juaj është miku juaj, veproni pikërisht aty ku ndjeni më shumë tension. Akrepi, loja juaj e frikës ka qenë frika nga ekspozimi i të vërtetës. Ju keni qenë duke u fshehur pas një fasade, duke fshehur detajet të caktuara të jetës tuaj, ndoshta një borxh, një ndjenjë të thellë ose një dështim të vjetër nga frika e gjykimit. Kjo energji e fshehur ka bllokuar potencialin tuaj për të fituar 10 herë më shumë në këtë javë. Për ta fituar shpërblimin e madh, duhet të bëni një gjë. Zbuloni një të vërtetë jetike dhe bëjeni publikisht me një person me vetdije të plotë. Ky veprim çlirues do të shkëpusë zinxhiret karmik. Universi do t'ju testoj duke sjellë dikë që do t'ju provokojë të reagoni me fshehtësi. Shpërblimi i madh do të jetë një trashëgimi, një zgjidhje ligjore ose një rritje masive e investimeve që vjen pasi keni pastruar të gjithë energjinë negative. Thuajeni të vërtetën dhe pasuria juaj shpirtërore dhe financiare do të shpërthejë. Shigjetari, loja juaj e frikës ka qenë frika nga përkushtimi dhe qëndrueshmëria. Ndoshta ju keni shumë ide, por e keni sabotuar veten duke u larguar nga projekti pak para përfundimit, ose duke mos u përkushtuar ndaj një personi. Ky mungesë përkushtimi ka bllokuar aftësinë tuaj për të fituar 10 herë më shumë në këtë javë. Për ta fituar shpërblimin e madh, duhet të ndërmerrni një hap të thjeshtë, por të vështirë. Përfundoni një detyrë të vjetër dhe të mërzitshme që e keni shtyrë me muaj. Universi do t'ju testoj duke ju ofruar një udhëtim të ri. Lëshimi i lojës së frikës do të ndodhë kur ju refuzoni shpërqendrimin dhe përfundoni detyrën. Shpërblimi i madh do të jetë një marrëveshje ndërkombëtare, një sukses në arsim ose një mundësi udhëtimi që është 10 herë më e madhe se sa keni ëndërruar.
Qëndrueshmëria është çelësi për zgjerimin tuaj të vërtetë. Shpërblimi i madh po vjen. 4 shenja të zgjedhura. Kjo javë është momenti kur lëshoni lojën e frikës dhe zbuloni se si është të fitosh 10 herë më shumë. Mos u friksoni nga hapi i guximshëm, ai është ura juaj drejt pasurisë. Për të vullosur këtë fitore masive dhe për të manifestuar bollëkun, shkruajeni në komente frazën: unë nërfitoj 10 herë më shumë. Bëni like dhe shpërndani këtë mesazh, sepse fati po u shpërblehet vetëm atyre që lëshojnë frenat. Shihemi sot në mbrëmje për videon e dytë të fuqishme të së enjtes.